Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fax News në emisionin e përjavshëm Nga Kalaja. Një emision tani më i njanshëm, jo i paanshëm, vjoj ta theksoj që në kryet herës, pra ju që doni të shikoni diçka të njanshme në Shqipëri, mbajni televizorin pikërisht tek Fax News. Ditën e sotme kisha paralajmëruar pikërisht për sinqeritetin e kishte fjalë. Po pra. Emisionet gjitha të tashme. Ditën e sotme kam paralajmëruar një emision të fokusuar pikërisht në atë që do ndodh ditën e nesërme në Parlamentin e Shqipërisë. Është një ditë mjaft e rrezikshme nesër që kërcënon familjen shqiptare, që kërcënon fëmijët shqiptar, që kërcënon faktikisht njeriu. Bëhet fjalë për gjinit që këta kanë ndërmend të fusin në ligj dhe t'i ikin asaj që Zoti i lartë ka krijuar burrit dhe gruas. Pra, nesër Parlamenti i Shqipërisë do të votojë një ligj që njeriu të ndjehet ashtu siç ai mund të thotë. Pra, në rast se unë kam të ftuar pas nesër në emision një burr dhe i them mirëmbrëma Zoti X, ai mund më hedh në gjyq dhe mund të më thotë që po e diskriminoj sepse ajo mund të jetë zonja X. Dhe kur këta njerëz shkojnë qoftë në gjykatë, në gjendje civile apo në vende të tjera ku do paraqiten, mund të thonë që ai që është burr mund të thotë që jam grua. Dhe kështu sigurisht i hapet rrugë shumë problematikave tjera që mund ndodhin pikërisht në vendin tonë. Fakt, familja është fortesa fundit që nuk është prekur në Shqipëri. Ditën e nesërme ata maskare, do t'i drejtojmë kështu, ata maskare, ata deputet cilët do guxojnë ta votojnë nesër atë ligj, do përballen me reagimin e qytetarëve shqiptar, do përballen me reagimin e familjes shqiptare, do përballen me reagimin e Zotit, i cili absolutisht i ndjek gjitha pislliqet që ndodhin në tokë dhe natyrisht që karma nuk është larg, është një ditë e afërt. Prandaj ditën e sotme, ndryshe nga pislliku mediatik që do ndiqni rëndom nëpër televizionet e tjera, a u hoq balluku, as u hoq balluku, a u hoq Velia e plasi fishek zjarre, apo qoftë edhe për gjyqin tim që kam nesër me Erion Velin, nuk ka pik interesi përballë një teme madhështore që është nesër, a do preket familja shqiptare apo jo. Për diskutuar për këtë çështje kam ftuar Pastor Akil Panor, mirëmbrëma pastor. Mirëmbrëma i dashur. Armir Shkurtin, mirëmbrëma Armir. Mirëmbrëma. Altin Goxhën, mirëmbrëma Altin. Mirëmbrëma. Preset e kastriot çipin nga momenti në moment, e dini që trafiku i Tiranës është skandaloz fare dhe momentin e parë do na bashkohet në panel. Pastor dhe Armir dhe Altin të më ndjeni për notat që unë nisa emisionin. Sinqerisht jam shumë i revoltuar nga ajo që do ndodh nesër në Parlamentin e Shqipërisë. Unë mendoj që notën e ke 10. Falenderoj Armir, e thënë nga ti sinqerisht është vlerësim. Fatizi këtij veni është që jemi ne të revoltuar, do të ishin gjithë shqiptarët. Po, do ta shikojmë nesër se kështu fillon edhe Orteku i vogël, pastaj bëhet i madh. Pastor, mund na shpjegosh një sentencë të shkurtër me fjalë sa më thjeshta? Çfarë pritet ndodh nesër në Parlamentin e Shqipërisë? Shiko, përpara se të fillosh, ka pas një interes shumë të madh nga mediat sociale, nga postimi që kam bërë, nga paneli që unë kam zgjedhur ditën e sotme dhe tema që është shumë sensitive dhe du që këtë emision ta bëjmë domethënë në atë lloj mënyre që të mbez diçka dhe të jetë dhe thirrje nesër për protestën që do bëhet 9:30 para Parlamentit të Shqipërisë, ku unë dhe gjithë paneli këtu janë parnishëm, edhe ju që na ndiqni duhet jeni nesër të parnishëm te protesta para Parlamentit. Po, pastor. Shqiptarët për hir të vërtetës nuk janë në dieni në totalitetin e këtij projekti se për çfarë bëhet fjalë. Thënë këtë, kur kemi dëgjuar barazi gjinore, kemi menduar trajtohen hallet e grave dhe të burrave në raport punë-dhënës punë-marrës, e histori të tilla si këto, kur njerëzit mendojnë dhe imagjinojnë barazin në një mendim sipërfaqësor e idealizojnë idenë e një mundësie për përmirësim të raportit njeriut me shtetin, njeriut me të drejtën, njeriu me jetën sociale, njeriu në komunitet, dhe gjithë këto histori të natyre. Por ky projekt ligj nuk është projekt ligji për barazin, por është për zbarazin, sepse në thelb nuk trajton vetëm për kufizimin e gjinisë, por ka mbi 34 nene brenda ky projekt ligj. Pra nuk është një projekt ligj që trajton vetëm gjuhën. Pra rreth 34 nene të cilat synojnë të bëjnë një ndryrje kirurgjikale të thellë, të rëndë, të skajshme në jetën e shqiptarëve, në gjuhën e shqiptarëve,
në gjuhën zyrtare, në gjuhën e komunikimit, në gjuhën e medias, në gjuhën e formularëve, në gjuhën e diplomave, në gjuhën e gjyqeve. Përtej kësaj është historia e transgjinorëve në sport, pra nën termin barazi diskriminojnë gratë, sepse do të ketë burra që do të kërkojnë të garojnë në sportet e grave, në futboll, në not, në boks, në mundje, në gjitha sportet e tjera. Barazi gjinore hidhet ideja për transgjinor në strukturat e mbrojtjes, pra është e njëjta histori me cilën është përballur Shteti Amerikan, Shteti Kanadez, shtetet e tjera në Evropën Perëndimore në raport me idenë e një ekspansioni të forcave të ekstremit të majt, të cilat kanë synuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe jo indirekte shkatrimin e familjes, shkatrimin e marrëdhënieve prindër-fëmijë dhe anasjelltas, ideologjizimi gjinor të fëmijëve në shkolla, pra do të thuhet nesër nëse do të kaloj ky projekt ligj, do të thuhet fëmijëve tanë, djemve të vegjël, nga mosha 4 vjeç në edukimin parashkollor, përgjatë gjithë sistemit të edukimit deri përpara universitetit, deri në shkollë të mesme, djemve do të thuhet që mbase keni lindur në trupin e gabuar, mbase jeni vajza të burgosura në trupin e një djali. Histori të kësaj natyre, kemi rikthimin e ligjit famkeq të agitacion propagandës, sepse ka një nën brenda këtij projektligji që raporton çështjen nën termin gjumë ndjeshmëri gjinore, pra këtë bisedë që ne bëjmë sot, këtë mbrëmje tek ty. Nëse ky projektligj do të kalojë dhe do të votohet, ne do të jemi në probleme me komisioner kundër diskriminimit, avokatë e popullit, gjykata administrative, gjykata të shkallëve të ndryshme, ka një nën tjetër brenda këtij projekti që është neni për sanksionet, dhe sanksionet, penalitetet fillojnë, dëgjoni shqiptarë të mirë, fillojnë nga 1,5 milion lekë të vjetra gjop, dhe nëse nuk kërkon falje dhe nuk pagon gjopën, dhe nuk tërhiqesh nga komunikimi publik në raport me ndershmërinë tënde, me dinjitetin tënd, me të drejtën tënde të lirisë së shprehjes, lirisë ndërgjegjës, lirisë së fesë. Pra, unë po mendoj, gjithë imamët në Shqipëri, hoxhallarët, të gjithë pastorët, të gjithë priftrinjt, klerikët, kur të dalin në një diskurs publik, në media, por edhe jo në media, mund të jetë edhe në një kafe. Dhe aty është dikush i cili dëgjon. Dhe këta do thonë, Bibla thot, Zoti e bëri njeriun sipas imazhit të tij, në ngjashmëri me veten, burr dhe grua. Ekzistojnë vetëm 2 gjini. Kjo gjuhë komunikimi, që është gjuhë fetare, do të klasifikohet, sepse klasifikohet brenda këtij projektligji, gjuhë urrëti me ndjeshmëri gjinore. Futet tek gjuha urrëties, diskriminimi e historisë së natyrës. Pra 98% e shqiptarëve të mirë dhe të ndershëm, të cilët janë pro familjes, pro traditës, pro vlerave, pro besimit, pro të drejtës tyre për të ruajtur dinjitetin e fëmijëve, familjes të paprekur nga i ashtuquajtur ideologjizim gjinor, wokeizim i vendit. Të gjithë ne do të merremi me hallet e gjyqeve pafund, me penalitete pafund, do të merremi me pushime nga puna, arsimtarët, mësuesit, pedagogët në universitet, njerëz të cilët kanë një funksion publik, do të kenë që nga gjobat, fletrufet e kohës komunizmit, deri tek pezullimi nga puna. Pra është i dashur Alon, është historia e projektit për shkatrimin e shoqërisë njerëzore. Presidenti Meta përpara 3 vjetësh në një takim që ne kemi pas në presidencë, më tha pastor, të lutem jeni shumë i kujdesshëm bashkë me koalicionin, sepse Shqipëria është zgjedhur si një vend eksperimental, ku në këtë vend shoqatat e George Sorosit, ekstremi majt, dhe të gjitha interesat të cilat synojnë të shkatrojnë Shqipërinë, të krijojnë destabilitet politik, të krijojnë destabilitet politik vetëm në Shqipëri, por në rajon, takohen, pra konvergojnë brenda Shqipërisë. Shqipëria është zgjedhur që të jetë një vend eksperimental. Tani, mua përpara 3 vjetësh thënë nga presidenti Meta, më duk pak një mendim gati brenda kufive të konspiracionit. Mirë, po gjatë tyre 3 viteve në vijim, unë kam parë që kjo është një histori që ne po e prekim për ditë. Ky projekt ligji që ne kemi studiuar me avokatët, me juristët dhe me ekspertët tanë brenda dhe jashtë koalicionit në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, na rezulton që nuk është projekt ligj për barazin gjinore, por është projekt ligj për shkatrimin e familjes, për shkatrimin e fëmijëve e të gjithë. Do ta shpërndaj edhe pastaj se do vim prapë. Mirëmbrëma Kastriot Shipi që na u bashkove, di që kishte trafik në Tiranë dhe është e pamundur. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Na bashkohet dhe Kastrioti. Armir. Po. Nesër Parlamenti Shqiptar
do votoj, mund votoj, nuk e di se si e shikon ti, këtë ligj që pastori e pregu deri tani, për ty çfarë përfaqëson ky ligj? Isa, a do ta votoj as do ta votoj, mos votimi mendoj që do të jetë një deus ex machina. Pra ndërhyrje e fuqishme nga jashtë. Se logjikisht, edhe ashtu si e ka renditur që të votohet natën. Unë në mënyrë cinike do thoja që shqiptarët e meritojnë këtë ligj. Ky nuk është ligji i barazisë gjinore, po ky është ligji anti-çyryk dhe anti-zdromës. Kryetari i Bashkisë Tiranës në detyrë, Erion Velie, ka thënë djemtë janë zdromësa. Djemë nuk u ndjen. Gjatë fushatës zgjedhore të majit 25, Edi Rama me atë humorin e vet bridhte sallë dhe i thoshte grave burrat janë zdromsa, kështu çyryk, dhe gratë zgërdhieshin për shokun e jetës. Nuk mund të lejosh edhe për shoqen e jetës, natyrisht. Mund të lejosh askënd jashtë atij çifti që ta etiketoj. U zgërdhin dhe burrat. Dhe mendoj që ishte një plebishit ku ata që reaguan, po treguan që ishin pakicë. Ky ligj ka 1 miliard të këqija. Le ta fillojmë që tek principi. Ligji i barazisë. Ç'do thotë i barazisë? Ligji është barazi. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ato gjëra që kërkon ligji janë sanksionuara. Pra, secili ka të drejtë për shtëpi, secili ka të drejtë për punë. Atëherë pse si ferma George Orwell disa që kanë më të barabartë? Një. E dyta, kur themi diskriminim, përgjithsisht kemi konceptin e diskriminimit të një pakice nga një shumicë. Këtu është e kundërta. Është diskriminimi i shumicës duke përdorur pakicën. Do t'ju them që brenda komunitetit LGBT dhe këtyre tjerëve ka plot njerëz që nuk e shohin ashtu ligjin. Po. Por ata janë përdorur nga agenda majtisto globaliste, anti-njeri, por të dekompozuar familjen. Jemi në vitin 46. Prona nuk ka më shenjë të ri. Si 46? 1946 kanë ardhur komunistët në pushtet. Prona që ishte e shenjtë u sekuestrua. Të po t'japi shembull ordiner. Para 2 javësh u gdhi ministria e brendshme në mëngjes edhe tha nesër do ketë monopatina. Dhe 1 cent që ti e ke blerë në mënyrë të rregullt dyqanet e shtetit, që qarkullon gjithë botën, të nesër e sekuestronte policia. Nuk të ndalonte, e sekuestronte. Pra ti s'ke shenjtëri prone. Vjen Edi Rama dhe thot hapësirat private, thot, në qytete, nuk janë të tuat. Vjen atë shteti. Pra ti nuk ke pronë private. Vajte prishin ndërtesa as publik. Shteti, thot. Dhe shteti është ai. Pra, te garancia pronose 46 e mrapa. Tek liritë e njeriut je në 71, 72, se po dëgjonim Sherif Merdanin, festivalin 11. 71, 72 nuk flet dot. Tani jemi tek neni 54 fraksion 1. Agitacion dhe propagandë. S'ka patate, ti shkohet 5 vjet në burg. S'ka patate. Sot, unë do t'i them kolegut këtu, që ke këtë jelek. Dhe ai do thojmë ke diskriminuar në bazë gjinore. Po pse gjinore? Po unë atë çast u ndjeva femër dhe ai më tha si e bukur. Si t'ja bëjmë? Nga habitën njerëzit e që. Ju mos habitën fare. Nuk është humor. Jo kujton se kjo që po thotë është humor. Bravo. Nuk e kuptoj. Jo, Mario, ja ky burri që është këtu, nuk do të jetë ky. Po do të jetë një person që do na bien këtu për të na provokuar. Dhe ti do i thosh rrimor burr se di. Unë se di thot. Pse thua burr? Pse thua burr rreth parkur thot Altini? Dhe pse thua se di? Kur unë jam i komunitetit vjen dhe jam deri diskriminuar. Një kjo. E dyta. Kjo është humor. Kombëtare do të ketë 30% goca, 20% gay. Në të ardhmë kështu. Do të kështu do ta lër ligji me detyrim. Si mundet një shoqëri të ndahet në bazë të organit gjinital? Me çfarë mendojmë në këtë shoqëri dhe si do të flasim? Duke në thash dhe njerë, janë kufite absurde se duke si qesharake. Ky është një ligj i cili vazhdon agendën e skllavërimit, e kontrollit total të shoqërisë,
Dhe e heqet, shikoni, fjala, që pastori e di më mirë këtë gjë nga Bibla, e ishte e para. Fjala është mendim. Fjala është mendim. Në moment që cënon fjalën, ke cënu mendimin. Në moment që i ke cënuar këto, ke tredhur shoqërinë. Shoqëria nuk është më një gjallës, se shoqëria njerëzore është gjallës. Nuk është më gjallës njerëzore, është një turm. Është një turm. Dhe kjo që po ndodh me këtë ligj, dhan karrotën, të një mërbur s'është punë burgrua. Do t'i mbani burgrua. Gjithë pjesat tjetër po krijon infrastrukturën që nesër edhe sigur në mënyrë arrogante thonë iqim me këto burgrua, ti të mos kesh mundësinë të flasësh. Dhe këto gjëra do të pasqyrohen në kodin civil, kodin e familjes dhe në kodin penal. Pra, është e kundërta absolutisht e demokracisë kjo që po ndodh. Është një operacion diktatorial tiranik. Njerëzit nuk e kuptojnë, ka një komunitet shumë të vogël i cili nesër do të ndodhet para parlamentit për të protestuar, por mendoni një gjë, ne këtu i kemi zgjidhur hallet tona. Dhe ne nuk do dalim për ju, ne do dalim për vete. Qoftë se ju mendoni se ne do ju zgjidhim agjendën, përgatituni t'i bleni sytjena djemve. Se nuk ja humbojmë dot ne. Në qoftë se nesër do të vini e do t'i tregojmë kësaj politike që ne jemi kundër agjendave të ndyra, të tredhjes dhe të diktatorizimit deri në palë shoqërisë, është ekstrem, është më keq se Veroça, po e them edhe një herë. Patatja këto gjëra mund ta mbyllë edhe gojën. Po ti nuk do dish se nuk do bëjmë dot emision të tillë, do bëjmë një si të gatuajmë tek Auloni. Se emision tjetër nuk mund të bësh. Ne që jemi këtu të tretë pak të gazetar, 4, ti s'ke për të bërë, ti je dënuar me vdekje po. As në Facebook, se mos u rrej maile që do shkruani. As në kafe, siç e tha pastori, ti do t'ulesh në kafe, do bësh një bisedë. Në fakt, por një shprehje Facebook, sapo jam në padi civile dhe administrative me komunitetin LGBTQ, ta ashtu quhet se ekziston komuniteti LGBTQ, janë disa individ, jam këto ditë. Unë do shkoj në gjykatë këtë. Domethënë kur këta sillen kështu. Për një fjali në Facebook. Jo, në kushtet kur ky projekt ligj ende nuk ka kaluar në kuvendin e Shqipërisë me avokatin, me pastorin, me eksponentë të tjerë të lirë që e quajnë veten konservator në këtë vend. Imagjino se çfarë do ndodhi në Shqipëri pas miratimit të këtij. Jo, një gjë çuna, dua të shpjegoj një gjë. Mos mendoni se ndoshta tek këto konceptet konservator, pastor, mund të thonë njerëzit, po jo se është një grup i caktuar. Është agent anti-njeri, nuk ka të bëjë as me pastorin, as me konservatorin, as me liberal, do ta haj si komunisti, si enveristi, kushdo do ta haj. Një ndërkallje, domethënë në një postim të Jeta është shef tani që flet për protestën e ditës nesërme, flet gjithashtu për protestën që organizojmë neve, pra, për një deklarat aktivistes për të drejtat e komunitetit LGBTQ, ku diun të çojmë këto gërmat e tjera, në një reagim të pazakont e konsideron ditën e nesërme si një moment historik për Shqipërinë. Sipas saj, projektligji synon të forcojë zbatimin e parimit të mosdiskriminimit dhe të përmirësojë mekanizmat e barazisë zinore në vendin e punës politik dhe shoqëri. Pra, në vendin e punës, në politik, në shoqëri, gjitha ne. Pra, deklaron se projektligji për barazinë gjinore përmbush detyrimet kushtetuese dhe ndërkombëtare të Shqipërisë duke cilësuar një standard evropian dhe një vlerë kombëtare. Pra, kjo zonjush, zotëri, sa po vërtetoj, çfarë që nesër do është e rëndësishme. Sa po vërtetoj, më ndërkalli mua, pyetja. Sa po vërtetoj, po Altin, çfarë vërtetoj vetëm kjo? Sa po vërtetoj rëndësinë që ka çështja. Kur ata thonë dita madhe, dita historike e tyre. Po pra, kështu që për çfarë, domethënë, prandaj protesta shumë e rëndësishme. Dua të them një gjë që ka ndodhur para kësaj. Jo në vend të punës e tjera. Bashkia e Tiranës e ka kriter që nëse do një banesë sociale dhe je i përket këtij komuniteti, ke prioritet ndaj të varfërve. Do të çështje raport. Kaq do të them sot. Po, Altin, unë doja të përqendrohesha tek argumenti i eksperimentit dhe pse Shqipëria nuk është si Kanadaja dhe si Hollanda. Ky është një eksperiment që bazohet në një popullsi të veçantë, që ka treguar në këto 35 vjet një kontradikt të madhe me agjendën e tyre, që ka qenë një vend që s'ka rrahur, nuk ka prekur me dorë një person për orientim seksual, përveç se midis vetes homoseksual, transseksual, lesbike janë rrahur me njëri tjetrin, vetëm në raste që ka policia incidente,
Dhe kur nuk janë prekur me dorë të paktën këto 20 vjet. Nga një qytetar për arsye të orientimit seksual. Ndërkohë që shoqëri krejtësisht konservatore. Dhe kjo ka prishur atyre të gjithë rregullat e lojës, të mënyrës se si ata shpikin histori me dhunë dhe mbajnë me bukë mercenarët e tyre në Shqipëri, që janë disa individ të cilët mbajnë gjallë komisionerin kundër diskriminimit me fonde nëpërmjet padive të pafundme që bëndaj pastore, ndaj meje e ndaj shumë tjerëve, ndaj Dorina Memës. Unë tash duhet të shkoj në gjykatë administrative një javë për vete, një javë për Dorinën, një javë për vete, një javë për Dorinën. Koncepti qëndron që u duhet të shpjegoja që ky eksperiment që po bëhet në Shqipëri nuk ose më saktë do përdor argumentin që dha Armiri për monopatinat. Nuk I mori monopatinat shteti. Rrugët nuk janë të publikut. Këto I kanë marrë një klik që na sundon dhe rruga nuk është më as e publikut as e privatit, është vetëm një klike që na sundon. Ajo ka rrëmbyer edhe monopatinat e njerëzve për t'ia bërë më thjeshtë çështjen, sepse ajo tashmë do ju rrëmbej juve gjithë fëmijët dhe këtu duhet të përqendrohesh. Fëmijët tuaj nuk do jenë më tuaj, se këtë doja të arrija në konkluzion. Ju këtë nuk e kuptoni dot, sepse ka rëndësi të kesh një tavolinë, të kesh një banjo dhe një televizor në këtë botë. Dhe jeta kjo është. Nuk është kjo jeta. Jeta është fakti që fëmia juaj tashmë është në duart e disa kasapëve, të cilët rrinë me disa bisturi në dorë për t'i utredhur fëmijët, djemt. Kurse vajzat për t'i çoroditur totalisht nga truta e kokës, për t'i çmendur me ilaçe, me substanca dhe për t'i krijuar atyre një realitet të ri që do filloj të krijohet me detyrim, pak nga pak nëpërmjet fshirjes nga ekzistenca virtuale në botën virtuale të sugjetëve tonë. S'do na shihni më. Pse s'do na shihni? Po do raportoj ke Zuckerbergu këto. E kanë këtë të drejtë me këtë ligj. Dhe Zuckerbergu që mos shkel ligjet e Shqipërisë do na fshin neve. Dhe fëmijët tuaj në një moment caktuar, në një moment krize të vogël, 13 vjeç djali, vajza, 11 vjeç, do të vinë këta psikopatët e psikologjisë së urdhrit të psikologëve që kontrollojnë totalisht ta strukturat e Sorosit. Dhe do të hapin një çështje me një njerëz, me një rast vetëm, për të krijuar precedente, siç ka ndodhur. Ju nuk po e kuptoni dot që e keni bërë vetes tuaj me heshtjen tuaj, që s'do vini desër, por do të shihni në të ardhmen ato gjëra që u kam I thënë para 20 vjetësh se nuk I besuat dhe jetuat sot, siç është popullimi për shembull. Ju sot do filloni të bëheni gati që të bëni fashët në shtëpi për t'i pastruar gjakun poshtë djemve të vegjël që do utredhin këta njerëz. Dhe këtë se kuptoni dot, sepse thua, "Ma çan këto psikopati, nuk është kështu, bota." Po ke dini që është bota? Po bota këtë problem ka sot Kanada. Keni parë nëna që shtrihen në korridoret e spitaleve, me policë përballë që nuk keni të afrohen, ndërkohë që po bëjnë kasapan 8 orë operacion për të tredhur djalin. 11 vjeç, 12 vjeç, 13 vjeç. Mos u habisni për këto që u thej. Kjo është bota. Bota e vërtetë, ajo që shihni ju, sepse kjo është një agjend kundër civilizimit perëndimor, kundër njerëzimit, kundër shoqërisë, që ka 150 vjet që investohet pak nga pak. Ku komunistët janë ata që e çojnë përpara këtë gjë. Siç janë ata maskarë nesër në parlament që do të bëjnë këtë maskarallë dhe do të shënojnë me emra maskaret e Shqipërisë nesër. Faleminderit Altin për këto fjalë që the. Unë me lejen e Kastriot Çipi do shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e dytë që ta kaloj dhe fjalën te Kastrioti. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer sërish së bashku për pjesën e dytë të emisionit. Kastriot, do doja ta nisnim bashkë. Si e shikon votimin e këtij ligji nesër në Parlamentin e Shqipërisë? Mund ta lidh me një lajm tjetër? Patjetër. Që është I dieshëm, besoj që e ka dhënë edhe Fox News-i. Nga janari 2026 edhe djemt do të vaksinohen kundër HPV, virusi Human Papilloma Virus, I cili shkakton kancerin e qafës së mitrës. Më falë. Të mitrës si do ta kenë djemt nga janari 2026 të tutje. Dhe mund të vëmë një bast që nëse është shpikur diku ose do të shpiket shumë shpejt. Po e lexuat lajmin apo? Po unë s'doja ta citoja, por urdhëroj. Euronews Albania. Po të duash që kaloj regjistë që ta. Jo, më jo në rregull, dakor. Jo, nxirre pak në kamerë këtu Kastriot, që ta kuptojnë njerëzit. Ja, thjesht. Ja. Aty te kamera. Ja, ta fokusoj kamera këtu. Pra do vaksinohen femrat për kancerin e qafës mitrës. Jo, çunat do burdjem. Çunat do vë, femrat do. Jo, ai po bën alegoritësh. Kush do vaksinohet edhe herë? Meshkujt, ndërsa femrat për kancerin e prostatës. Tani tutje femrat do të vaksinohen edhe për kancerin e prostatës, sepse mund të ndodhë që femrat të pajisen me prostatë.
Jo, mund të ketë protest nga të drejtat e barabarta, pse femrat nuk... Në fundit kjo është barazia gjinore, për këto kanë luftuar të parët tanë. Tani, qa do bëjmë neve? Ma thuj, Kjo është pyetje interesante. je dishin këtë emision bëhen pyetje interesante? Po, komplimente. Të gjithë njerëzve që njoh, ti e di fare mirë se je ti njëri prej tyre, njerëzve të afërt, them. U them që në këtë vend ka mbetur vetëm një armë pa u përdorur, që është arma e referendumit. Dhe fatkeqësisht edhe ne të gjithë këtu, edhe të tjerë jashtë kësaj studio, jemi fajtor që ne nuk e kemi përdorur këtë armë. Këtë vit nuk e përdorim dot se jemi në fund në limite, me 30 nëntor s'ka dona fati i paraqitjes kërkesës. Vitin që vjen nuk e bëjmë dot, se jemi vonë tani në 30 nëntor. Vitin tjetër pasues 2027 na e ndalon kushtetuta dhe kodi zgjedhor, sepse ai është vit zgjedhor normalisht. Kështu që me ke qartë them që ky ligj do miratohet nesër, do të hyjnë fuqi dhe do të fillojnë problemet e zbatimit të tij. Po s'do e lënë njerëzit më miratu nesër ligjin, s'është që thjesht. Çfarë do bëjnë njerëzit? Nesër shtyr protest, njerëzit janë përgatitur me hyrë në parlament nesër. E ke marrë vesh apo jo? Ja dhe hyn në parlament. Po si ja dhe hyn? Po kanë hyrë në Serbi, kanë një vit. Serbia bëri një vit protesta, edhe emrat e gjithë atyre deputetëve që mund të votojnë nesër, se mund edhe mos votojnë, që kemi informacione që ka në një tek këtu kësyresh, që mund t'ja thyjë urdhrin Ramës, se këto deputetë e opozitës janë deklaruar që 71 vota duan. 71 vota. Mirë, gjithsesi do jetë interesante. Ne i bëjmë thirrje nga kjo studio që nesër t'i majnë mend me vete. Të votojnë me mend të vete, jo me mend të Ramës. Nëse e kanë ndërmend për me votu nesër. Po ti mendon që do dalin kundër Ramës? Unë nuk e besoj. I bie me dal kundër fëmijëve të vet. Po më do dalin. Kundër familjeve të vet. S'është problem. Po jem për mua po, por ata nuk është. Mirë, pra, cila Qofse thotë udhëheqësi duhet bërë, do ta bëjnë. Tani po thu vetëm referendumin. Po, në këtë vend jo, gjitha institucionet e tjera kanë rënë. Këtu nuk ka shtet, këtu është Edi Rama shteti. Ai është kryetari i bordit të menaxhimit të ujit në Shqipëri, kryetari i bordit të menaxhimit të mbetjeve urbane, kryetari i Komitetit Kombëtar të Shkencës, krye prokuruesi, krye gjykatësi, krye prokurori. Ai ka të gjitha pushtetet, e vetmja gjë që sa kemi përdorur akoma është referendumi. Okej, pastor, do doja të kthehesh atë ti. Keni pas takime intensive me njerëz të rëndësishëm, nuk du t'i nxjerr po dush, i thu vetë, s'ka asnjë problemi, por ke pas kontakte me njerëz dhe jashtë vendit, me email, me deputet e tjerë. Që mund na thush diçka më tepër rreth kësaj, domethënë, sepse Shikoni, unë sapo jam kthy bashkë me bashkëshorten time nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi pas një udhëtim goxha intensiv dhe një nga arsyet kryesore të këtij udhëtimi tek aleatët tanë, partnerët tanë strategjik, ishte pikërisht lobimi për të marrë mbështetjen e duhur që ky projekt ligj për barazinë gjinore të mos kalojë në kuvendin e Shqipërisë, sikundër është propozuar dhe është paraqitur. Kemi pas takime me anëtarët Kongresit, kemi dërguar dorazi dhe jemi të sigurt, sepse kemi marrë feedback-un mbrapsht, pra kemi marrë përgjigjet që personat kryesorë në linjën e hierarkike të shtetit amerikan kanë marrë letrat tona edhe komunikimin tonë zyrtar si Koalicioni Shqiptar pro Familjes së Erës, duke nisur nga presidenti Trump. Pra ne jemi drejtuar me një letër presidentit Trump, jemi drejtuar me një letër kryetarit Kongresit Mike Johnson, jemi drejtuar me një letër sekretarit shtetit Marco Rubio, dhe natyrisht kemi takuar senatorët të Kongresit dhe kemi bërë me dije se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri. Pyetja që ka qenë sintezë për paka shumë gjithë ka qenë kjo. Si ishte mundur që Shqipëria dhe qeveria e Shqipërisë është kujtuar me kaq vonesë për kalimin e një projekt ligji të tillë, sepse ora politike në supervaqësim botëror tashmë ka ndryshuar. Presidenti Trump para disa muajsh doli dhe bëri një deklaratë të tipit ekzistojnë vetëm dy gjini. Madje premtoi që do të ketë sanksione ndaj psikologëve apo mësuesve, edukatorëve, nëse do të tentojnë të kryejnë metodat e gjenderizimit të ideologjisë gjinore tek fëmijët në shkolla apo kudo. Pra, është e pakuptueshme për personalitetet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, personalitetet nivele të larta politike, se si është e mundur që Shqipëria tani kujtohet të merret me këtë projekt. Pse u kujtua tani pastaj? U kujtua tani sepse unë po e kuptoj dhe besoj ne gjithë nuk kemi nevojë ta diskutojmë këtë çështje. Vjen ora për të paguar haracin mbrapsht. Këta individ që udhëheqin vendin janë vendosur në këto vende, në këto pozicione,
për një qëllim. Ky është momenti që zbërthehet një nga qëllimet finale, që është në thelb shkatrimi final i këtij vendi, i Shqipërisë. Pra, pas të gjitha mekanizmeve që u përdorën për shpopullimin e Shqipërisë nga shqiptarët, një çështje që ju këtu të gjithë e keni trajtuar më mirë se unë, mbrim tek pika për të goditur me këtë rreze atomike thelbin e embrionin e shoqërisë, që është jeta njerëzore, është jeta e fëmijëve, është marrëdhënia prindër-fëmijë, gjitha këto. Tani, nëse ligji 7501 u rrëmbeu shqiptarëve pronën, nëpërmjet këtij ligji të barazisë gjinore, këta duan t'i rrëmbejnë shqiptarëve jetën dhe duan t'i rrëmbejnë shqiptarëve ato që shqiptarët nuk ta falin, që janë fëmijët. Pra, këta njerëz që nga kryeministri i vendit, e gjithë shkalla hierarkike institucionale me autoritetet që janë vendosur atje, pjesa më e madhe e tyre është vendosur për të bërë një shërbim apo një shërbes të caktuar pikërisht si puna e kësaj. Pra, deri diku bashkohem me mendimin e zotit Çipi, i cili thotë që e ka të vështirë të kuptojë se si kolegët deputet të majorancës do të votojnë në kundërshtim me vullnetin e liderit të tyre global, por nga ana tjetër, një nga arsyet pse ne duam ta bëjmë këtë protestë nesër, dhe kjo protestë nuk do të ketë pak njerëz, por do të ketë masivitet njerëzish, e bëjmë në mënyrë që t'i mbajmë përgjegjës këta deputet për vendimin e tyre. Pra, nëse duan të nënshkruajnë kapitullimin e fëmijëve të tyre, vendimin me vdekje të fëmijëve të tyre përmes aktit të ngritjes së kartonit, të miratimit të këtij projekt ligji, shqiptarët nuk do të lejojnë kurrësi që nëpërmjet ngritjes së kartonit të tyre nesër të nënshkruajnë vendimin me vdekje të fëmijëve tanë dhe të fëmijëve të tyre, pasi nëse ky projekt ligj do të kalojë, ligjet marrin karakter ekzekutues, pra do të jenë funksional. Në të kundër, nuk do të kishte kuptim që të kalonin këto ligje. Pra, hilariteti i zbuluar nga ky postim i eksponentëve të lartë të grupeve LGBT në Shqipëri që janë të lumtur dhe entuziast për kalimin e këtij projekt ligji vërteton. Pas kanë bërë marrëveshje ata? Vërteton atë që kemi thënë ne në krye të herës dhe jemi anatemuar për këtyre grupeve duke na quajtur dizinformator, princer të errësirës, më kanë quajtur mua në publik. Një personazh i cili ngjall frikë tek njerëzit edhe krijon çështje të cilat nuk ekzistojnë. Kur kemi folur që përkufizohet. Pse është historike nesër atë? Përkufizohet. Pse është ditë historike ne sipas gejve? Kjo që po thua ti, po i friksonte njerëzit? Po ai thotë histori, pse që ka histori? Çfarë ata s'ka asgjë ky ligj? Pikërisht po. Se këta nuk ka asgjë ky ligj. Pra kush po gënjen? Kjo është duket ke statusi tani. Unë këtu sot, më falo pastor që ndërpres, princi i errësirës, unë besoj që të kanë kërcënuar me jetë atë. Shiko, mua më kanë kërcënuar princi i errësirës. Shikoni, mua më kanë kërcënuar me jetë. Tani ti jemi realist. Në emisione televizive live. Jo vetëm duke ardhur me gur në emision, dhe duke thënë që këtë gur e meriton ti, këtë gur e ka marrë studie për ty, pastor. Ka kujtuar te Charlie Kirk. Por në një emision tjetër tek Fevziu, live në Opinion, Altina Azizaj, gjatë kohës që unë flisja, në ndërtoi narrativën time dhe bëj një debat shumë i madh, përballë kishim eksponent të grupit LGBT e tjerë. Altina Azizaj më kujtonte në zë të lartë dhe kjo është live. E gjeni në YouTube. Pastor, kujdes sepse edhe ai pastori në Amerikë, referuar Charlie Kirk, aktivistit të njohur konservator që u vra, edhe ai pastori në Amerikë u vra, edhe e përmendi këtë tre herë. Pra këto janë kërcënime që i bën hapur një kleriku. Tani unë do t'i kujtoj këtyre grupeve që edhe Krishti u quajt nga farisejt e kohës dhe nga kleri, që pati shumë problem Krishti në atë kohë, kleri fetar hebre i kohës, 2000 vjet më parë, u quajt Belzebub. I çiron njerëzit me fuqinë e Belzebubit. Belzebubi ishte prisi i errësirës në gjuhën hebraike. Pra ishte një emër tjetër, një fjalë tjetër që përdori për Luciferin, për djallin. Për mua këto janë dekorata, nuk është një problem, por ne kemi bërë disa deklarata, të cilat janë bërë publike si Koalicioni Shqiptar Pro Familjes, dhe jemi drejtuar prokurisë përgjithshme, jemi drejtuar të gjithë instancave kombëtare dhe ndërkombëtare që të jenë të kujdesshëm dhe të sjellin në vëmendje zhvillimet e fundit që po ndodhin në Shqipëri në lidhje me projektligjin për barazinë gjinore, sepse ndërkohë që ne, njerëzit e paqes, kërkojmë të mbrojmë fëmijët dhe familjen, anatemohemi, mallkohemi, kërcënohemi me jetën
në emisionet live në publik dhe nuk është një çudi që do të kemi dhe eksponent të tyre nesër tek protesta që do të kërkojnë të sjellin provokime të natyrave të ndryshme. Gjithsesi, do të kem parasysh që mbase në Shqipëri kanë gjetë shesh e kanë bërë për shesh. Po do të kem parasysh që nga ky moment deri tutje shqiptarët do të qëndrojnë për atë që kanë më të çmuar pas shpirtit, që është fëmia, familja edhe jeta e mbetur biologjike në këtë vend. Fundja, edhe sa vite jetë kam unë për të jetuar, Ola. Unë sot jam 51 vjeç. Edhe sa vite tjera kam përpara. Edhe 20, edhe 25, edhe 30, nuk e di, mund të kem edhe disa muaj. Mund të kem edhe disa vite, edhe disa dekada. Ne nuk e dim të gjë. Por unë, sikundër disa nga ne, këtu në Shqipëri kemi vendosur që ta jetojmë jetën me kuptim. Dhe kemi zbuluar qëllimin dhe kuptimin e jetës. Dhe qëllimi e kuptimi i jetës është që të bësh luftën e mirë dhe të drejtë në mbrojtje të vlerave, të besimit, të lirisë, të familjes, të fëmijëve dhe të atë dheu. Kështu që duhet bëjmë kujdes, jo vetëm me këto deklarata, me këto kërcënime, sepse në fund ditës këto histori, domethënë, nuk janë një përshtypje e madhe që më impresionon. Armir, si mbrohet familja Armir, domethënë? Me pushk, me gjak. Por do të vazhdoj atë që thot pastori, se bëri një pyetje pse kemi ardhur deri këtu. Edhe unë kam paktën në një reflektim timin, ta nis me pak historinë. 2020 kur u largua Donald Trump nga presidenca dhe erdhi Joe Biden, u duk sikur perandoria të keqes më në fund u kurorzua. Dhe pandemia bashkë me gjitha agendën woke ishin në ulëzim Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si vjet presidenti Trump ka ardhur me një shpat në dorë. Do të thënë një ndër ato nyjet që preu, që ishte një nga 20 pikat e programit ti, ishte jo më burra sportet e grave. Pra që do të thotë që burri burr, gruaja gru, secilin vend vet. E gjithë kjo armat natyrisht është aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo në pushtet, po në luftë. Por fronti është spostuar në Europë. Dhe unë këtë front e lexoj tek premtimi i Edi Ramës që kemi një portal geopolitik i cili pavarësisht se ne se meritojmë, mund na fusë në Europë. Pra, ne mund të hyjmë në Europë për shkak të disa standardeve të kësaj agende. Një nga ministrat e qeverisë së Ramës tha në parlament, kur u diskutua kjo pjesa e ligjit që do kaloj nesër, tha, po na e kërkon Europa dhe na e kërkon të miratuar brenda vitit. Tani fjala e Europës është e gjerë dhe spekulative. Unë Europë kuptoj këtë pjesë të frontit globalisto, komunisto, woke, anti-njeri, që kërkon ky laborator që quhet Shqipëri, të kopsitet bëhet Wuhani për katës i kësaj kulture woke dhe anti-njeri, e para, dhe e dyta që të futet edhe kjo baçe e vogël e Ballkanit në këtë pjesë të frontit, se të paktën të mos rinë atë frontin në anën tjetër, ku Shqipëria aleat të shpallur në të mirë në të keq ka Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se ka Shtetet Bashkuara të Amerikës aleat, dakord, mund të shkonte kur ishte kjo agenda atje, sot nuk është kjo agenda. Agenda kujt është? Këtë agenda do ta shpjegojë Edi Rama, do ta shpjegojë edhe para partnerëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët, siç thot pastori, janë vënë në dieni. Po. Janë vënë në dieni, falë edhe punës së tyre, po. Janë vënë në dieni dhe di se ç'po ndodh në Shqipëri. Unë besoj që se kështu është Europa, unë nuk du me hyrë në Europë. Jo, prit, atëherë po spekulojnë këta. Ndalo. Atëherë do të themi gjë të vogël për pjesën e Europës. Ne na kanë mashtruar me një slogan, do ju fusim në Europë. Po. Askush nga ne nuk kërkoi të hyjë në Europë. Europa nuk është as tunel, as motel, as bordello. Europa është standard. Në vitin 1990-91 ne kemi thënë e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Do të thotë duam Shqipërinë të ndërtohet me standarde europiane. Duam që Shqipëria të ketë nivel ekonomik, ekonomi liberale, tregu, liri, demokraci. Patjetër. Dhe liri, demokraci kanë qenë dhe sloganet tona. Në emër të futjes në Europë, një gjë të pervertuar, ne morëm të gjitha këto. Ne na kanë marrë lirin, demokracia nuk diskutohet që është rrafshuar, na kanë marrë pronat. S'po vjen një gjë tjetër. Ore,
me ngut të madh ligji i barazive gjinore. Po pse nuk bëjnë një ligj të barazive ekonomike këta? Çdo shqiptar të ketë shtëpi. Çdo shqiptar të ketë të ardhura pa limit. Jo, po pris na le ekonomia e tregut. Po pse neve na lika morali, na lika tradita, na lika biologjia që ta dorëzojmë identitetin tonë? Shumë e drejtë. Për llogarit kujt? Sepse në fund fare, kjo pjesë, ne po na marrin zvarr në emër të Europës, kanë marrë një smur nga reanimacioni, thonë vrapon maraton se e ke detyrë. Për hir të fëmijëve, për hir të sardhës, dhe vrapon ky shkretë po jep shpirt, që është Shqipëria, shoqëria shqiptare. Jo më vallë dum standard, dum ngrem Shqipërinë këtu. Dhe duam që ligjet i përshtaten popullit. Ligjet i përshtaten kërkesave tona. Dhe jo të përshtatemi disa gjërave që janë të huaja për njeriu, dhe jo vetëm për shqiptarin, për njeriu në total, për moralin, për fen, për shoqërinë, për marrëdhëniet njerëzore dhe për parimet, po them edhe një herë, edhe të jurisprudencës. Çdo thot barazi. E të tjera, mos dalim dhe të këto krijesat jashtë njerëzore si diella që janë përzier i gjallë me të vdekur. Zoti Altin, se do të thoja zoti Goxhaj, tani ne jemi s'ta mban tani për ligjin, ë? Patjetër. Altin, kjo është pyetja ime, si mbrohet familja tani? Domethënë kemi ardhur në këtë pikë, është një gjë që do ndodh shpejt. Nesër është votimi në parlament. Tani, përderisa këta aktivistët e kësaj lëvizjes dalin dhe thonë që është dita historike. Është dita historike, këta e kanë mbyll pazarin. Më kuptoj që të flasim pak me terma konkrete, domethënë si e shikon ti, se ti ke eksperiencë gjatë. Unë mendoj që çdo familje socialiste apo demokrate është viktime e këtij ligji, po dhe bashkëfajtore. Bashkëfajtore për heshtje, bashkëfajtore për mos reagimin. Do të nesër është një ditë prove, po që s'është e vetmja. Duhet kujtoj që nesër nuk mbaron betejë. Nesër është një ditë e një betejë thelbësore, sepse nëse ata e miratojnë, mundësia që ne të mbrojmë fëmijët do jetë shumë e vogël. Nëse ata nesër e kthejnë në shtyn, është një ditë fitore, sepse ne mund të arrijmë, si thosh, të sensibilizojmë ndërkohë, edhe familjarisht, gjitha njerëz që marrin urdhra nga Rama dhe votojnë kundër fëmijëve të tyre. Domethënë, koncepti është që në këndvështrimin tim ne nesër e kemi vërtet një ditë historike, siç e kanë dhe disa individ të cilët jetojnë në kurrizin tonë. Në shkuptim jetojnë në kurriz të kastrimit të djemve të vegjël. Janë disa individ të cilët prezantohen sikur janë komuniteti LGBTQ. Ne njohim gjithë antarë apo më saktë, njohim njerëz të cilët kanë orientim seksual, ndryshe nga jo. Ata e quajnë homoseksuale kështu me radhë. Unë vetë personalisht nuk kam njohur kur këto tipat si Altin Aziza dhe Gjeni Kara, kam njohur tipa të tjerë, që nuk duan këto lloj ekspozimesh, nuk i duan këto ligje. Ta them me sinqeritet këto. Nuk duan të jenë në luftë me popullin shqiptar. Nuk duan të jenë në luftë me familjet shqiptare. Këta janë individ që kanë zgjedhur të jenë kalorësit e errësirës, katër kalorësit e apokalipsit mund t'i quajë dikush, të cilët financohen për të vrarë shoqërinë shqiptare si individ dhe nuk janë përfaqësues. Ata kanë uzurpuar komunitetin. Kanë uzurpuar dhe punojnë me këtë komunitet, me komunistët përkatës, njësoj si në vende të tjera. Dhe unë besoj që familja shqiptare ka vetëm një mënyrë për të mbrojtur. Të dalin shesh me ne se çfarë do bëj tjetër. Unë nuk bëj dot dakord që referendumi është një mundësi. Unë mendoj që referendumi nuk ekziston juridikisht si mundësi. Arsyeja pse nuk është përdorur referendumi është se nuk bëhet dot teknikisht, sepse duhet marrësh 50% të 3.600.000 shqiptarëve në pjesëmarrje. Pra duhet votojnë më shumë se votojnë zakonisht për të marrë pjesë, për të pas vlerë një referendum. E lëmë pastaj të jenë pro një gjë apo kundër një gjë. Sepse këta kanë bllokuar sistemin politik që të funksionojë. Domethënë, ne duhet të kemi referendume që si bëjmë dot, sepse ta kanë krijuar një kleç që quhet lista zgjedhore, që të mos e ketë mundësi. Pra nuk bëhet dot referendum në Shqipëri, sepse kanë bllokuar listën zgjedhore. Pra duhet të bllokohet lista zgjedhore pa të provohet eksperienca e një referendumi. Në këtë rast, ne si kemi këto armë, unë besoj që njerëzit që dorin për armët kimike që mbushën sheshet. Ata njerëz do dalin sot për fëmijët e tyre. Nuk e di se çfarë do presin, nuk e di se çfarë do bëjnë. Pra unë besoj si Altin që në këtë rast çfarë do të bëjë familja shqiptare është dalin rrugë mbroj fëmijët, se ka dita ti mbrojnë rrugën. Duhet të shprehim mosdakorcinë tonë si popull dhe ne jemi populli i tradhtuar, mos harrojmë këtë gjë. Jemi tradhtuar nga klasa politike, po vjen keq pastor. Ne jemi tradhtuar dhe nga klerikët e Shqipërisë. Ju jeni këtu duke folur, unë kam parë disa hoxhallar që e bëjnë këtë detyrë,
Po nuk jam partirë, nuk di që Shqipëria ka shumë. Di që ka një forcë te komuniteti tyre. Unë si ndjej ata, ndjej vetëm në fushat elektorale kur bëjmë pazare me partitë. Ata nuk po mbrojnë fëmijët e Shqipërisë. Klasa e klerikëve, jo vetëm muslimanë, të krishterë pastaj. Kanë tradhtuar shqiptarët dhe besimtarët e tyre. Se nuk e kemi parë pastaj. Vetëm ty të shohim. Dhe ky është problem pastaj. Ky është një problem shumë i madh që ne jemi popull i tradhtuar nga elita jonë, nga profesorët tanë, nga shkrimtarët tanë, nga gazetarët tanë. Jemi të tradhtuar nga një kastë e tërë që mban përgjegjësi për fatet e një vendi, për dyert se influencon Shqipërinë. Ne kemi shumë pak gazetar, ne kemi shumë pak intelektual, kemi shumë pak klerik pastor, kemi shumë pak profesor, kemi shumë pak politikan, kemi shumë pak. Dhe ne jemi popull i tradhtuar, pak të dalim rrugë vetë, mbrojmë veten, se na kanë tradhtuar gjithë pastor. Pastor, një ndërhyrje të shkurtër që do shkojmë në hapësirë publicitare. Unë mendoj që kjo masë e pakët është metafora që Jezusi i Nazareti flet për krijimin e dallimit, për athyrjen e errësirës. Krishti flet për pak maja që e fryn gjithë brumin. Flet për tharmin që bën dallimin e madh. Flet për kripën dhe i drejtohet ndjekësve të vet që të mos humbasin kripin, që mos bëhet kripa e amër sepse është për të hedhur. Mbase kripa e shumë klerikëve është pikërisht amërshtuar, është bërë e amërsht. Është pikërisht kjo që ju thonin. Nga ana tjetër, feja vijon të demonizohet në këtë vend. Edhe sa herë që unë bëj një komunikim publik, veçanërisht në fillimet e mia, komunikimi që kam marrë mbrapsht ka qenë feja është ndarë nga politika. Çfarë do ti që merresh me çështje politike? Jo, pastor, se ka edhe njerëz që na mbështesin edhe. Jo, dakor. Po klerik të cilët lehtësisht intimidohen nga mesazhet të kësaj natyre, futen brenda asaj. Si janë klerik pastaj? Futen brenda moralin e lartë. Brenda asaj agore të komunikimit të tyre, shpirtëror, spiritual, vetëm me atë grigjen me atë komunitetin e tyre të besimit. Ose kjo është nga ato tema që është fetare për sot. Kjo është çështje besore fetare. Tani mua më duhet që të përshëndes deklaratën e fundit që ka dalë Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë, që përbohet nga 5 komunitete fetare, që thotë që kundërshton me forcë miratimin do vinë protestë nesër. Ta u lan balla nxorri foton. A do vinë protestë nesër? Sapo kanë thënë, Okej, gjithsesi shkojmë në hapësirë publicitare. Sapo kanë thënë. Rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit publicitet. Jemi rikthyer sërish së bashku, të nderuar miq, për pjesën e tretë të emisionit të fokusuar se si nesër do na marrin fëmijët me ligj në parlament, do na i grabisin fëmijët, do shkatërrohet familja dhe do shkatërrohet njeriu. Pra këtë kemi diskutuar deri tani. Na keni akuzuar si njerëz që bëjmë teori konspirative. Kur ju fliste Altin Goxhaj për shpopullimin, thoshin që është i çmendur. Ja ku e keni Altinin sot, e keni dhe Instatin, edhe keni dhe realitetin, se Instati ka rrejt normalisht. Eurostati nxjerr mirë. Po, shumë mirë nxjerr. Por jemi shumë statistikës, Altin Goxha dhe Armir Shkurti. Patjetër. Jo patjetër se është mirë me i thon faktet. Altin Goxha dhe Armir Shkurti, shpopullimin është një term që kemi nxjerrë të dyta. Faleminderit për ndërhyrjen. O Kastriot, do na shpjegosh pak atë që po më thoje pak më parë, domethënë pjesës dytë të emisionit, por kisha dhe pyetje pastaj. Po. Ka folur Berisha dhe po e citoj nga Syri. Besoj që Syri duhet i besojnë kur flasin për citimet Berishës. Po marr vetëm pjesën e fundit. Ndaj dhe do të jemi të përgatitur të mbrojmë barazinë gjinore, të vërtetën, se nuk jemi kurrë për diskriminim. Po ka që nga pjesa parë kur o Kastriot. Po shej gjatë lexoj të gjithën. Po shiko, do të lexoj të gjithë fjalën e Berishës tani. Ha, jepi. Po çka ka që nuk shkon kjo që një fjali lexova. Po pra, po shiko, ta nxjerr nga konteksti. Mbase pa dashje po nxjerr nga konteksti. Po mirë thuaj ti cili është konteksti, cili është qëndrimi i Berishës në raport me këtë ligj. Po jo, përfundoj mendimin. Po atëherë që ta përfundoj, Berisha thotë që për këtë duhet kishte një referendum, por nuk thotë që do ta inicoj unë referendumin. Pra unë, kryetari i partisë apo partia apo gjithë opozita. I garantoj shqiptarët thotë se sa le ta votojnë ata sa duan, nesër Partia Demokratike në pushtet atë ligj do ta abrogojnë. Partia Demokratike ka një 12 që thotë le të bëjnë këta maskarencë socialistë se nuk do i gëzojnë se do vinë ne do i shfuqizojmë dhe ligjet hyn fuqi dhe shqiptarët plaçkiten edhe shkelen me këmbë për ditë. Berisha nëse e ka seriozisht, nesër të fillojmë mbledhjen e firmave. Ka afat deri në 30 nëntor të dorëzoj. Për referendum për shfuqizim ligji. Po tani zoti Goxha pak më parë preku një aspekt që duhen të paktën sa ishte Altin? Duhet votojnë, duhet marrin pjesë në votim më shumë se që marrin pjesë në zgjedhje.
Si e shikon vetëm? Do fal. Është një temë që ti e di se kemi biseduar bashkë, është një temë që kjo mobilizon votat qytetarëve të majtë të djathtë edhe pa parti. I bën numrat. Aulon, neve nesër do të shohim se çdo të ndodhë, se thash deri ka është dhe mundësia 1% e një deus ex machina. Sepse ky ligj po të shohim është diskutuar që në 2008. Se presioni i Europës ka qenë gjithmonë për këtë. Dhe ka përshtypjen që politika shqiptare ka gjetur artifica Për ta shtyr? që e ka shtyr. Ose që ka Të bëj një replikë më Armiren, mos e Patjetër. që ka miratuar me copa. Dhe ndoshta ekziston mundësia e një deus ex machina në moment fundit. Ajo që jemi këtu te opozita. Kjo opozitë është e shprehur gjatë fushatës, madje edhe emri i koalicionit ka qenë Aleanca për Shqipërinë Madhështore, që ishte po themi derivat Make America Great Again. Berisha dhe Partia Lirisë më kryesorë të këtij koalicioni janë shprehur që ne jemi me program konservator pro-trumpist. Kështu që unë do t'i lutesha këtij koalicioni që nesër të dërgoj antarët e partisë ose dhe antarët e partisë jashtë drejtuesve të tyre në frymën e koalicionit ku ata janë, në frymën e forcës politike, Ti dërgojmë të vinë, jo t'i dërgoj, se nuk janë dele. Të vinë më vlla. Edhe si njerëz, si qytetar, edhe si forcë politike që është e prononcuar për këtë kaos. Është të paktën duhet të ketë një ndërgjegjësim, sepse edhe Partia Demokratike, atë që lexoi Kastrioti, domethënë unë në frymën e doktorit se e ndoqja të gjithë me shumë interes fjalën e doktorit. Ideja është doktori thotë ata do ta votojnë dhe këta në parlament thjesht do ta votojnë kundra. Nuk do të ketë një aksion. Mua të më ndjesh. Unë po të kisha qenë deputet, do të kisha bërë aksione deri për vepër penale. Nuk do ta lejoja atë sa të bëhesh e pis me një ligj anti-njeri. Unë personalisht nuk i bëj thirrje askujt, ka ndërgjegjen e tyre, kanë agjendën e tyre. Por atë që ka thënë kryetari i opozitës për nesër është që ta votojnë kundra, kaq do bëjnë. Ndërsa elektorati nuk i bëj thirrjen të dhunohet, ose të dhunohet, por të vi dhe të shprehet ajo pjesë që mendon që njeriu duhet të jetë kështu siç është. Pjesa tjetër që është e lumtur, se me që do bëj pastori replik, por i na do të bëj unë një replik me pastorin, që ti me Barac, si duke thënë disa herë gjëja më e shtrenjtë për shqiptarët janë fëmijët. Po ti kishin gjë të shtrenjtë, kishin mbajtur këtu. Gjën më të shtrenjtë shqiptarët e kanë çuar jashtë shtetit. Fëmijët i kemi jashtë. Nuk janë mosha jonë, nuk na kanë çuar fëmijët. Kështu që shqiptari fëmijën e ka çuar jashtë. Dhe këtu mosha jonë është duke shtyr dita ditën, është duke menduar që ne kemi një moshë që edhe pak bateritë seksuale na ka rënë, kështu që neve kur na ashtu shteti, tam në sëmës edhe si po na bën një gjë komshiu. Kështu që ka përshtypjen që janë konformuar pjesë. Tani unë personalisht, duke qenë se kam qenë kandidat për deputet në 11 maj, besoj në një pjesë madhe të votave i kam marrë për atë që unë kam shpreh, përsa i përket agjendës shpopullimit që kemi diskutuar për ka dy gjini, kundër prindit një prindit dy. Pra ti e ke marrë si konservatorë ato vota. Po pra, dhe unë besoj që vetëm unë, po edhe Partia Demokratike në tërësi, i ka marrë këto lloj votash. Nesër, nëse këta deputet të Partisë Demokratike nuk qëndrojnë, jo vetëm për me votu kundër, sa ajo është detyrim moral, dhe pastaj i bie me qenë sharlatan fare, domethënë, dhe të shprehen qartë me votime që mos thonë jo po se nuk e dinim se kur votohet. Jo, PD do votoj kundër nesër. Një sekond të lutem, se du ta bëj këtë sqarimin tani, se te votimi i fundit thanë nuk e dinim kur u votu dhe votuan vetëm 7 veta, kishin kërku me shkarku Peleshin dhe votuan vetëm 7 deputet. Tani është shumë e rëndësishme. Ne do jemi jashtë parlamentit nesër. Ne do ta presim deri minutën e fundit kur ta fusin rendite. Unë uroj që ta heqin nesër, se ka ndodhur që edhe kanë heq. Nga historia që kemi bërë protesta kundër importit mbetjeve etj, ka pas protesta që edhe ja kemi imponu. Kemi pas kanë lëkund shumica parlamentare. Edhe kjo që tha pastorin, më erdhi tani, edhe mua po kisha parë para dite që është shprehur Këshilli ndërfetar. Po, dakor. Ja do të bëj thirrje. Pra Partia Demokratike duhet bëj nesër rezistencë, të votoj kundër dhe deputetët a ka mundësi mos i lejnë kolegët që të votojnë? Tani është shumë e rëndësishme. Një replikë shkurtër, mund ta bëj me patjetër. E para një herë
nuk është Evropa, nuk është e gjithë Evropa që kërkon të imponojë dhe krijon presion mbi Parlamentin e Shqipërisë apo qeverinë e Mos Shqipërisë. ma devijo perceptimin, nuk Europa, unë e thash, Europi. është pjesa woke e Europës. Jo, se duke sikur e thash unë kështu. Jo. Jo. Ti prit sekond. Po jo mos se kam me ty, po nuk e kam me ty. Jo, e kemë, se kemë mua, po dhe unë kam me publikun. Dakor, mirë. Se thonë që po ky gomari Po ta përfundoj mendimin. I mos e përfundo. Të sqarojmë pastaj vazhdo me premisat e tua, jo të mia. Po mirë, Unë thash, agenda woke u spostua në një front që përfaqësohet në një pjesë që përfaqësohet në institucionet europiane, jo si politike gjithë Europë, po si front. E kalojmë to. Jo po. S'ka, bëj replikë. Bëni marrëveshje fjalën. Komisioni Evropian. Komisioni Evropian ushtron presion. Unë përdora fjalën replik që të marr fjalën. Fjala, pra, çështja është e tillë, për informacion publik janë vetëm 2 vende brenda Bashkimit Evropian, që është Gjermania dhe Malta, të cilat njohin këtë projekt si ligjin e tyre. Në raport me barazinë gjinore, pra njohin gjininë e shumë fish të ndërthurë dhe të përzier, të bërë mikse komplet. Siç duhet me sjellta. Ndërkohë, ja ta shpjegoj. Ndërkohë, 25 vende të tjera anëtare të Bashkimit Evropian njohin gjininë binare, siç njohim ne mashkull femër. Kaq e thjeshtë. Pra nuk është presion as kusht për të qenë vend antar në Bashkimin Evropian. Ky është një nga spekullimet e mëdha që bëhet nga agenda woke nëpërmjet lëvizjeve LGBT etj. Dhe ky projekt ligj është projekt ligj i Edi Ramës, zotëri. Ky projekt ligj na vjen edhe sot në dorë nga Ministria e Antishëndetit dhe Surrogacisë. Sepse e njëjta ministri që ka hedhur për debat publik projekt ligjin për surrogacinë, që është Ministria e Shëndetësisë, që i lë gratë të pamjekuara tek onkologjiku, të vdesin me kancer, është e njëjta ministri që nuk e di si s'kan turp individët që na kanë dalë përballë në Komisionin e Shëndetësisë, edhe në Komisionin e Integrimit, të dërguar nga Ministria dhe Ministria e Shëndetësisë për të mbrojtur këtë paçavure të tmerrshme, që është një kancer për shoqërinë shqiptare dhe për familjen shqiptare, ky projekt ligji i barazisë gjinore, dalin këta edhe kërkojnë që të implementojnë këtë ligj për shqiptarët. Tani unë po ju them që projekt ligji për barazinë gjinore duhet të hidhet poshtë me çdo kusht, nuk duhet votohet nesër në Parlamentin e Shqipërisë, sepse betejë përtej sa historie do të jetë një betejë shumë e gjatë, do të jetë një kalvar i gjatë vuajtjes dhe dhimbje. Nëse shqiptarët brenda kuvendit nesër do të votojnë për vrasjen, vdekjen e fëmijëve tyre, për smundjen edhe shkatrimin e shoqërisë në dimensionin kulturor dhe në etik, social, edhe në dimensionin e ligjeve dhe të pabarazisë, dhe kjo është e sigurt, kalimi i këtij projekt ligji, atëherë betejë do të vazhdojë. Do të vazhdojë tek presidenti që sipas ligjit e çon për ratifikim, dhe do të vazhdojë pastaj tek gjykata kushtetuese, por kjo është një histori që zgjat. Ore jemi nesër. Këtu ne jemi nesër. Fokusohemi pak nesër, çfarë do ndodh nesër? Ne jemi nesër në kuvend. Opozita do të kundërshtojë deri në fund votimin e këtij ligji. Po. Unë i bëj thirrje, dinjitetit njerëzor nuk ka pak dinjitet të mbetur brenda një jetën e deputetëve të majorancës. Hidheni poshtë projekt ligj, sepse ky projekt ligj ju xhbën nga të qenurit njerëz. Ju xhbën nga dinjiteti njerëzor, ju xhbën nga të qenurit baballar dhe nëna. Ky është projekt ligji më famkeq që është parë ndonjëherë në historinë tonë postkomuniste. Kjo është arsyeja pse nuk duhet votohet. Tani ne do të jemi aty për jashtë. Edhe unë i bëj thirrje shqiptarëve të mirë që të vinë dhe të qëndrojnë së bashku me ne për të kundërshtuar votimin nga antarët e Kuvendit të Shqipërisë të këtij projekti. Edhe unë besoj që zëri ynë do të dëgjohet. Në fund ditës, asnjëri prej nesh, nëse nuk do të jemi bashkë dhe nëse nuk do të vini, nuk do të kemi justifikim përpara autoritetit më të lartë suprem, që është krijuesi i botëve, krijuesi i universit, ditën e fundit kur do të japim gjithë llogari. Pra, dihet bëhet mirë dhe nuk e bëre. Okej. Kishe mundësi të flisje dhe heshte, kishe mundësi të veproje dhe nuk veprove, dhe ky mos veprim do të konsiderohet si veprim dhe kjo heshtje do të konsiderohet si folje, si komunikim. Ka një vetëm një gjë të vogël, ka gjë ka pjesa e dinjitetit që thot pastori, që nuk është theksuar fort në media. Tamam të karakterizuar nga ky ligj. Bëri grupi parlamentar e Partisë Socialiste amendamente. Dhe me këto amendamente na vurin me gjumë. Tha, ç'keni tha, ka ndryshuar, tha, nuk do të jetë ajo. Po pikërisht 2 ditë para autorogjën nga amendamentet, para autorogjën nga amendamentet
dhe futën ligjin ashtu. Si shpjegohet? Sepse janë Sepse donit na vini një gjumë. Kujdes, se më të gëtur Po ligje pra na politik. vini një gjumë, donit na ulin. Altien. Tani pastori ishte në Amerikë në momentin që po diskutojnë në parlament, duke takuar institucionet ndërkombëtare, profesues të rëndësishëm, ndërkombëtare, amerikane konservatore. Dhe këta ndërtuan një strategji për të prezantuar sikur ky ligjëra që të bjerte. Edhe ishte fiks në kohën që unë isha. Po ta shpjegoj. Është kurthi që Faleminderit, bëri- shumë. kurthi që bëri Partia Socialiste. Tregoj që ata kanë frikë. Se ku duhet dalë. Tani, unë besoj që diskutimi që do të bëjmë tani është nesër kemi një betejë dhe kjo betejë duhet të jetë betejë më e rëndësishme sepse betejat e tjera bëhen shumë vështira. Nesër mund të fitohet, të tjerat janë shumë të vështira. Pikërisht. Janë 10 fish më të vështira se sa kjo nesër. Kjo nesër do varet shumë nga numri i njerëzve. Këto jam i bindur për këtë që do jenë përballë parlamentit. Dhe unë këtu jam pesimist që burrat dhe gratë e këtij vendi se e kanë dhënë njëherë një provë në vitin 2018, kur fëmijët e tyre dolën protestë dhe prindrit shpresonin që do të shpëtonin fëmijët, prindrit, jo prindrit fëmijët. Dhe prindrit braktisën studentët në vitin 2018 dhjetor, duke mos dalë protestë për të mbrojtur fëmijët e tyre. Prindët e Shqipërisë të vi inata, të vi revolta, mendoj çfarë duan për mua, po unë akuzoj si fajtor. Dhe nesër ata do jenë pjesë e fajit më të madh, se nuk do ndryshojë dot një prind që s'del nesër me një deputet që voton për këtë ligj. Për mua është njësoj ai që s'del. Numrat janë të rëndësishëm nesër për të friksuar ata që janë brenda, sepse ne e dimë ç'do thotë reaksion. Dhe kemi parë në 2024 me ligjin e surrogacisë, që prasi një lëvizje, prasi një revoltë shumë e madhe. Dhe ta autoroqen, apo jo? Pra numrat janë të rëndësishëm. Tani e dyta që them unë. Partia Demokratike ka dalë disa herë këtë mandat dhe shumë herë në mandatin e kaluar për të bërë rëmuj parlamentin. Për të drejtat e saj të shkelura. Unë nuk e mbaj mend për çka ka dalë sinqerisht. Unë të dua të di. Do ta mbanin më shqiptarët, po do të bënte edhe lajm në botë. Qëse kjo pozitë nëse do ta diçte parlamenti, në kuptimin edhe figurativ, po edhe paksa fizik të fjalës. Do të ishte një lajm ndërkombëtar që u përplasën në parlament, i thyen karriket parlamentit. Për çfarë? Për të mbrojtur fëmijët e Shqipërisë nga kastrimi. Ky është thelbi. Dhe kjo do të ishte një lajm në Amerikë, do të ishte në AFP, në Reuters, do ishte kudo si lajm, dhe kjo do të ishte e kundërta e kurthit që ngrita Ulan Balla me këtë histori. Pra nëse nëse do të bëjë një gjë opozit që e ka bezdisë gjithmonë njerëzit, do ishte pikërisht nëse të bllokonte parlamentin me të gjitha format e thyrjes së çdo karrikeje dhe çdo gjobe ti vendosësh për atë karrike, pse u thye, pse s'u thye. Ja paguaj unë gjobën, por s'është. Do të ishte një akt i vetëm i tyre që do të mbajë mend për mirë. Pra nëse kanë bërë shumë budalliqe të tilla, pa vlerë, sepse ne as i mbajmë mend pse i kanë bërë. Nëse do të kishte kuptim që Reuters, AFP-ja ta hapshin si lajm nëpër botë që u doq parlamenti i Tiranës, sepse ishte ky ligj. Dhe unë i siguroj që për strategjitë e tyre idiote në raport me Amerikën, kjo do ishte hera e parë do bëshin që të mençur. Në raport me lajmin konservator në Amerikë. E them për Amerikën në mënyrë të veçantë, se e di se si u gatua kjo çorb, duke bërë lojë sikur bën amendamente për të harxuar ligjin nga Partia Socialiste për të bjerrur presionin ndërkombëtar që po bëj nga ty dhe zonja jote nderuar në Amerikë. Ky ka qenë kurthi që ata bën këtu në Shqipëri, që shpallën që jo, nuk do ta merret, do ndryshojmë, do e bëjmë. Ata janë të gjithë ushtarët e kalorësit të errësirës, e 4 kalorësve të apokalipsit, po të flasim me terma fetar, sepse ky është apokalips për familjen shqiptare. Thjesht njerëzit nuk e kuptojnë që kjo është dera. Pastaj mund të ketë betejë. Po ka hyrë armiku në kështjell. Skënderbeu fiton dhe nuk e lente me hyrë. Që do thotë, koncepti është që nesër prindrit duhet të kuptojnë që do t'u vi turp mbas 5 vjetësh, 10 vjetësh, për atë ditë që nuk erdhën aty dhe do të jenë krenar që erdhën aty. Pra nesër merret SIDA. Nuk ka kuptim. Po na shkruajnë njerëz që po Sa na bukur e ndjekin Altien, që do vinë nesër në protestë, teleshikues, po na shkruajnë. Çfarë do mbajnë fjalën? Jo, dakord, po. Jo, se unë me këtë burrin merrim nga 2000 komente, dilni se na keni mbrapa, pas edhe ashtu doli punë tjetër. Tani unë propozoj Ja, Altin, unë personalisht do jem me familjen Ja, time. falë, se isha pusa gaz për një gjë se mos të thyet Altini. Po më kujtua imazhi Jan Palak që u doq në Hungari në pushtimin e po me dha gaz bardhin ndryjo me benzinë nesër në parlament.
Po pse Thjesht të lyhet mos ta Jo, po pse pikërisht gazbar? Kryetari i grupit parlamentar. Po jo, e ke të thellë Jeremy, nuk e ke kaq të Po thellë. është kryetari i grupit parlamentar. Jo, jo. Me sa diun po. Po pra. Ky është E ke me problemi. qitet largët, e ke me spon. Doktorit. E ke me spon. Me do gaz të Mendoj që deputetët e Partisë Demokratike minimalisht duhet marrin me vete familjen nesër para parlamentit, që t'i kenë aty jashtë për mbështetje. Minimalisht marrin familjet e veta, siç do vim ne me familjet tona për me mbrojtë fëmijët tanë. Besoj se ja kanë këtë detyrim moral gjithë qytetarëve që i kanë mbështet. Uroj shumë që ta bëjnë nesër këtë gjë. Kastriot. Ti do jesh nesër në protestë? Jo, Pse? sepse unë besoj vetëm tek zgjidhja e referendumit. Te ajo zgjidhje që të kam ftuar ty dhe nuk e bër pjesë. Jo, unë jam pjesë e Po, gjithë po. lëvizjeve tjera. Në teori po, po, afati iku. Jo. Unë do të ftoja që të vish nesër, të reflektosh sonte, që të mbrosh familjen dhe të sjellësh edhe njerëz tjerë që ti ke ndjekës patjetër, sepse protesta nesërme tregon një vit kuqe, besoj unë, të atyre që duan familjen dhe atyre që se duan. Protesta nuk e përjashton referendum. Puna s'është për ta treguar se ne e dim që këtu të gjithë ne që jemi këtu në këtë studio jemi kundër. Apo kundër, po duhet Kundër të këtij projekt ligji. Por duhen veprime konkrete. Veprimi është nesër, protesta është veprim, patjetër. Shiko, ne do të mbështesim te referendumi, nesër duam mbështetje nga ana jote aty, ti jesh në shesh. Këtë po ta them në mënyrë vëllazërore, sepse unë besoj që jemi shumë pak për të përçan këtë lloj forme. Edhe për njerëz tjerë që na kanë shkruar gjatë ditës sot, jo po ai do e kaloj, jo po pse duhet të jemi neve aty etj, se ka domethënë një lloj skepticizmi për gjithë këto protesta qytetare që janë organizuar. Po pra, sepse kështu lodhen njerëzit dhe kështu s'kan dëshirë të marrin pjesë, sepse nga protestat nuk zgjidhin gjë. Jo, protesta Ne kemi fituar me protesta. Armët kimike kemi fituar me protesta. Në këtë rast, Ligji surrogacisë ra me protesta. në këtë rast, Vaksina ra me protesta. armët kimike, vaksina, ligji surrogacisë, ne mblodhëm 22.000 plus firma fizike nga njerëzit, duke dalë shesh më shesh. Tani, kjo histori është e tillë që nuk kemi luksin që të ndahemi mes nesh. Pikërisht. Ne jemi bashkë. Dhe për te fakti që secili kërkon të ketë pronësinë e organizimit të diçkaje, në këtë rast është koalicioni shqiptar për familje që ka thirrë shqiptarët për të qenë atje, por kjo është kauzë e shqiptarëve. Kjo është kauzë e qytetarëve. Falë se nuk e kuptova këtë pronësim në një lëvizje të Jo, këtë fjalë nuk e kuptova. për organizimin. Çdo njeri do të dëshironte të kishte pronësinë e organizimit të diçkaje të madhe që ndodh. Jo, unë se dua. Në këtë rast, jo, unë po flas domethënë në Okej. dimensionin e asaj që njoh, edhe nga libra që lexoj, edhe nga aktivizmi im prej 30 e kusur vitesh në Shqipëri e përtej. Pra, kjo histori duhet na bëj jo thjesht jemi bashkë, por do të jemi krah njëri tjetrit. Do të ruajmë shpinën e njëri tjetrit. Mund na vinë Duhet nesër qëndrojmë- provokator. Duhet që ndrojmë bashkë sepse kauza është shumë e madhe se sa individualizmi. Po. Kauza është Shqipëria, kauza janë fëmijët, është familja, është e ardhmja, është liria jonë. Kur imagjinoj anat e mimi që ju bë klerit, priftrinjve, hoxhallarëve nga 46-ta deri në 67-ën, asnjëri nga ata të shkretët nuk e dite, që ishte plan i gjithi. U përgatit konteksti kulturor dhe social dhe politik për përbaltjen, njollosjen, ideologjia e sistemit e gjitha këto, derisa në fund fare askush nuk mund të mendonte ndryshe në momentin kur kishat, xhamit, objektet e kultit u shkatruan Po. në 67. Tani jemi pikërisht në një situatë si kjo. Pastorët dhe klerikët edhe priftërinjtë dhe hoxhallarët rrezikojnë burgosjen, përçudnimin, pezullimin e lirisë së tyre të fjalës, lirisë së besimit. Pse? Sepse një projekt ligj si ky nuk merr përsipër vetëm të përkufizojë çështjen e gjini çfarë është gjinia, se nuk e trajton fare këtë pjesë në fillim të emisionit. Por merr përsipër të bëjë një ndryrje të thellë kirurgjikale në mënyrë se si shqiptari duhet mendojë, se si duhet sillet, se çfarë duhet thotë, se si duhet reagojë për të mbrojtur. E gjitha kjo është histori frike. Është histori censure për të kontrolluar popullin, për të kontrolluar vendin. Ky është regjimi i totalitarizmit që sundon mbi masa. Kjo është historia e këtij projekti ligji. Ndaj shqiptarët do të mbrojnë lirinë, do të mbrojnë familjen, do të mbrojnë fëmijët, do të mbrojnë fen, besimin, do të mbrojnë lirinë e ndërgjegjes, lirinë e shprehjes së tyre. Do të mbrojnë
Domeni që unë prapë them që është më i çmuari ndër ne. Më shkruni një teleshikues, përshëndetje Aulon thot, po ju ndjek, unë jam bashkë me familjen time nesër aty edhe pse jam oficer policie, do jem për fëmijët dhe brezat pasardhës të mi. Është një oficer policie që më dërgoi, nuk ka rëndësi për emrin, por pra ka një lloj sensibiliteti. Merr vesh SHKB-ja nesër. Jo, ma këta zakonisht kur dalin policët për protesta armira, majnë kapele. Sepse nuk duhet të heqin nga puna, nuk kanë faj, më. Jo, unë mund t'ju garantoj për nesër, që nesër do jetë ditë që është e sigurt që do vinë, ata njerëz do vinë, nuk ka rëndësi sa do jenë, në kuptimin e analizës po bëju tani, po është e sigurt që çfarë nuk do gjeni aty. Polic, do gjeni deputet, antar Këshillës Bashkiak Socialist do gjeni, ta them me sinqeritet, sepse në këtë vend ka nerv për të mbrojtur fëmijët. Pra ka burra dhe gra që do e bëjnë. Problemi është që sa do jemi. Nëse do e mbushim atë zonë, ata do kenë frikë. Nëse nuk do e mbushim atë zonë, unë jam i sigurt që do ketë policë bashkiak, të veshur civil, familjar tyre. Absolutisht po. Sepse çështja është për te çdo lloj ngjyre partie, për më tepër që kjo ka të bëjë me një kancer të huaj që futet në Shqipëri, që s'ka lidhje fare me ne, po fare. Nëse ka ligj, nuk ka lidhje me Shqipërinë, është ky ligj. Ky është eksperimenti që ka thënë ai zotëria para shumë vjetësh. Ky është eksperimenti që arrin ta bëjnë në një vend që s'ka pikën e humusit për të mbirë kjo farë e ndyrë. Armir, jemi në minutët e fundit të emisionit, ngej mesazh për ndoshta për ditën e nesërm ose për çfarë duhesh, domethënë, në raport me këtë çështje. Unë mesazhin e kam në radhë parë për deputetët socialist që do të hyjnë në histori me fytyrë dhe me zë me emër si fronti anti-njeri, si e keqja e madhe e këtij vendi dhe do të jenë të damkosur brez pas brezi. Uroj shumë që opozita të ketë një organizim brenda parlamentit, uroj shumë që faktorët ndërkombëtar të ndërhyrë në një moment saktuar, megjithëse ne ata na e kanë zgjidhur tek e fundit. Ti pret ndërhyrjes faktorë, domethënë të amerikanëve, po amerikanë, se thash ndërkombëtar. Po, amerikanët, rryma trampiste të ndërhyrë dhe uroj shumë që populli, masa shqiptare, të ndërgjegjësohet. Mirë është vinë aty. Po dhe po serdhen aty të pyesin se ç'është, sepse e ka përshtypjen që është thjeshtëzuar dhe e hodhën dhe këtë karrotë që jo mos e burr grua do. Është burr grua e në rregull. Burr grua nuk ka rëndësi me këtë ligj, sepse gjithë pjesa tjetër është zhbërja e njeriu si individ, si qenie njerëzore. Dhe është një ligj i cili zhbën dhe konceptin e ligjit se hyn ndjeshmëritë, nuk do flitet më me fakte, do flitet si ndjehem. Kuptoni ju ligjet si ndjehem? Për shumë qofse unë ndjehem goril edhe vras këtë zotrin dhe pastaj them ndërsa tani ndjehem lepur. Si mund t'jesh me kam ndjehem? Kap ligje për. Unë ke qenë gorilla dhe nuk dënohet gorilla. Ndjehem i varfër. Unë ndjehem i varfër. Ka një ligj që më bën të pasur? Po çmendurim apo? Çmendurim. Dhe prandaj po them, është zhbërje totalisht, është tallje totalisht dhe është depersonalizim deri në int, deri në molekul. Ky vend do të përbëhet pastaj nga copa mishi me dy sy që do ecë. Ti bëj një thirrje familjare të deputetëve. Kastrioti pastaj ta mbyllë. Një thirrje për familjarët e deputetëve dhe për deputetët, meshkuj dhe femra. Që nesër do të konsideroni burra dhe gra që duan që fëmijët e tyre, djemtë e tyre të kenë gay, kurse gocat lesbike, sepse miratuan ligjin që fillon procesi për të orientuar seksualisht djemt dhe vajzat tuaj drejt homoseksualitetit me lejen tuaj. Jeni ju që po e bëni, jeni ju, familjarët dhe deputeti përkatës, apo deputetja përkatës. Kastriot, një mesazh fundit? Okej, po e drejtojmë të unë kamerës atëherë. Jeni vetëm të dashur prindër, nëse nuk bashkoheni me njëri tjetrin, këtë luftë e keni të humbur. Fillojeni nga bordet e shkollave, mos u tallni me bordet e shkollave. Kur shkoni atje të votoni një njerëz që vërtet ju jep garanci se do të mbrojtë drejtat e fëmijëve tuaj. Dhe nëse nuk e mban premtimin që ju ka dhënë, shkarkojeni, zgjidhni një tjetër. Lidhni firmat, bëni një referendum, për ndryshe nesër do të jetë vonë. Faleminderit Kastriot për këtë mesazh. Pastor, do doja ta mbyllja me ty emisionin, faktikisht për jam realisht mirënjohës për organizimin e kësaj nave. Jo, ishte domosdoshmëri edhe këtë temë që sotëm. Në fakt jemi në urgjencë. Po. Edhe urgjenca kërkon që mendimi të bëhet praksis, pra të bëhet veprim, të preki aksionin. Situata kërkon bashkim. Shqiptarët duhet bashkohen.
krishterët, muslimanët, teistët, jo teistët, të gjithë duhet bëhemi bashkë për të mbrojtur familjen, për të mbrojtur Alveun. Kur shikoj se si ngjarjet ndoqën njëra tjetrën dhe e gjithë kjo histori mori të poshtën e madhe të një regresi të thellë, shpirtëror, moral, social dhe politik, nisi me çfarë? Nisi me historinë e një projekti për kundër diskriminimit, pastaj nisi vjoj me historinë prindi 1 dhe prindi 2, Po. vjon me historinë e transgjinorëve dhe paradës shfaqjes së francezëve te kotrat e liçenit artificial me organet gjenitale përjashtë, vjoj me ta shqyrtuar martesë të 2 lesbikeve në terracën e Bashkisë Tiranës, ndërkohë që ish kryetari i Bashkisë, apo nuk e di se çfarë statusi ka tani aktualisht, Kryetari i Bashkisë Tiranës. Me bekimin e tij bëri atë martesën atje dhe vjoj aktualisht tani me këtë peshqesh, pra nëse mund ta përdor këtë si fjalë, Jo, patjetër. që po na i bëjnë fëmijëve për të shkatruar fëmijët, për të shkatruar familjen dhe kulturën tonë. Ne duhet jemi bashkë dhe jo vetëm duhet i themi jo këtij projekt ligji, por do të marrim përgjegjësinë për të qëndruar përballë gjithçkaje që na sfidon, gjithçka që na zvoglon, gjithçka që na çbën të qenë nga të qenurit njerëz, edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këtu, le të jetojmë në një mënyrë aktive për të mbrojtur këto kauza që janë më të mëdha se sa ne, sepse përkufizojnë mënyrën se si ne do të vijmë jetën tonë këtu. Okej, faleminderit pastor për këto mesazhe. Ndërkohë, nderuar miq, kam një thirrje të fundit për ju që nuk e keni vendosur akoma për protestën e ditës nesërme. Nesër në orën 9:30 mblidhen shqiptarët e vërtet, ata që kanë gjak në fytyrë, do jenë para parlamentit për me mbrojt familjen. Është fortesa e fundit. Pra, ju kanë marrë pronën, ju kanë marrë nderin, ju kanë marrë votën, ju kanë marrë gjithçka tjetër, keni vetëm një gjë në dorë, me mbrojt familjen tuaj. Në rast se ju mendoni që do ta mbrojmë ne familjen tuaj, vjen keq, unë do mbroj familjen time nesër. Kështu që hajde edhe ti që të mbrosh familjen tënde. Në rast se ne bëhemi shumë nesër, sigurisht që ligji nuk kalon. Në rast se ligji kalon, pastaj ti nuk e ardh dhe ti do mbash përgjegjësi. Jo para me, para fëmijës tat, se do të pyes fëmia nesër pas nesër, ishe ti te ajo protesta që u bë para parlamentit? Prandaj është shumë e rëndësishme protesta nesër. Fal, fton dhe deputetët e opozitës të vinë ata në protestë. Patjetër, gjithë ata që ndjejnë veten shqiptar dhe janë kundër këtij ligji. Kujdes. Unë i ftoj deputetët opozitë djegën parlamentit. Ditën e nesërme në orën 9:30 mëngjesit do jemi para parlamentit të Shqipërisë. Kjo është fjalia. Kam dhe i fjali të fundit. Unë nesër përballem me kryetarin e Bashkisë Tiranës në një gjyq, më ka paditë për shpifje. Nesër në orën 10 paradite e pres në gjykat. Duhet vish në gjykat nesër, Arion, se e di që na ndjek nga burgu tani. Ti je në burgu, ne jam duke bëu emisionin, pra duhet përballemi me armë barabarta. Prandaj po kërkoj që të vish në gjykat nesër. Ta shijosh atë oazë lirie, unë nuk tërhiqem nga asnjë lloj deklarate, ndryshe çka ke shkruajt aty në që duhet të kërkoj falje në rast se absolutisht do t'i qëndroj një gjithë deklaratave mia dhe do t'i vërtetoj nesër në gjykat të gjitha deklaratat që kam bërë, që nuk janë shpifje, por janë të vërteta. Prandaj do jetë në nderin tat, në rast se të kam bet nder, që të vish në gjykat, si shkove në gjykat kushtetuese, të vish nesër të përballesh me mua në orën 10 paradite. Pra direkt unë pastaj do shkoj në protestë. Pjesa familjarëve të mi do jenë protestë, unë do shkoj në gjykat, ndërkohë direkt sa të mbaroj gjyqin, do jenë protestë me të gjithë mbështetësit e mi nesër, që do vinë nga të gjitha anët që i kanë bërë thirrje. Është shumë e rëndësishme, nderuar miq, që nesër në orën 9:30 mëngjesit të jeni para parlamentit të Shqipërisë. Kam marrë shumë mesazhe, nuk i lexoj dot të gjitha, patjetër, kam lexuar vetëm mesazhet më pikante, por do ju lutesha shumë nesër në orën 9:30 tek parlamenti. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër, po edhe gjatë fundjavës në orën 14:30 minuta. Nuk mbetet gjë tjetër veç se bëroj takimin e radhës të mërkurën e ardhshme në orën 20. Deri atëherë natë mirë.